Një vit pas vrasjes së 3 fish të ndodhur në afërsitë të stacionit të trenit ku pas një atentati mbetën të vdekur mentor Lufi, Gerti Goxhaj dhe Besnik Sulku, prokuroria e krimeve të rënda ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykatë autorët. Sipas akuzës, ngjarja ka ndodhur për gjakmarrje, ndërsa autorët e saj janë vëllezërit Markelian dhe Klevi Doçi si dhe italiani Salvatore Letizia. Nga hetimet e prokurorisë për krime të rënda është arritur në përfundimin se ngjarja e ndodhur në muajin maj 2015 në Tiranë, në zhvillimi i një konflikti të nisur më parë po në kryeqytet në dhjetor të 2014-s, me plagosjen e mentor Lufit që ka vazhduar në Holand me vrasjen e Durim Sulkut në prill të 2015-s, e mëtej e shoqëruar me vrasjen e 3 fish të ndodhur në maj të këtij viti pranë Fakultetit të Shkencave, ndërsa si motiv i konfliktit mendohet se është trafiku i drogës. Gjithashtu organi i akuzës ka zbardhur edhe dinamikën e ngjarjes të zogu i parë. Atentati ka ndodhur në momentin që mentor Lufi, dy nipat e tij Markelian e Klevi Doçi si edhe miku i tyre Gerti Goxhaj, gjendeshin në një lokal pranë Fakultetit të Shkencave në bulevardin Zogu i parë. Pasi janë ngritur nga lokali, ata kanë hipur në 2 mjete ku janë qelluar nga 2 persona. Nga goditjet me armë ka vdekur në vend Goxhaj dhe është plagosur rënd Lufi, i cili vdiq pak çaste më vonë. Në momentin e goditjes me armë, Markelian Doçi afron me shpejtësi makinën drejt atentatorëve duke e përplasur fillimisht njërin prej tyre. Ky i fundit, i cili më pas rezultoi se ishte Besnik Sulku, ka qelluar me pistolet në drejtim të mjetit të dytë, por pa shkaktuar dëme tek vëllezërit Markelian dhe Klevi Doçi. Markeliani dhe Sulku kanë vijuar të qellojnë njëri tjetrin derisa Besnik Sulku ka mbetur i vdekur pak metra larg nga automjetet. Menjëherë pas ngjarjes, forcat e policisë organizuan operacionin për arrestimin e personave të përfshirë. Fillimisht në vend ngjarje u arrestuan vëllezërit Markelian dhe Klevi Doçi. Më vonë pranë një hoteli në atë zonë u arrestua dhe shtetasi italian Salvatore Letizia, i cili rezulton se është personi që së bashku me Besnik Sulkun ishte pjesë e vrasjes së shtetasve mentor Lufi dhe Gerti Goxhaj. Të pandehurit akuzohen për vrasje me paramendim për gjakmarrje.